Sikur Mateo dhe Krusita kanë pasur, po jo e kanë thënë, pastaj që jo, kanë qenë gjithë në palestër, por nuk kanë pasur. Kush? Mateo dhe Krusita. Krusita dhe Mateo. Çka kanë bërë? Se kanë bërë pra. Sikur një gjë. Po me të shkruar, ma kanë shkruar. Unë mendoj nëse një herë ka puth Brikenën, vallai, më duket se më shumë ka puth Krusitën se Brikenën. Krusita është king e kështu. Po mirë pra se. Krusita është kopra e yndit. Ti qëndron Është Mateo që thjesht Mateo për mua ka fiksim atë se ka ca meshkuj që kur ka rrin diçka fikson. Dua pak të analizojmë Kristin. Dua pak të analizojmë Kristin, e nisi Dasara shumë mirë me këtë çështjen. Jo, e mbaroi pak a shumë, po do në minutazhin tim. O dini të lutem, atë duhet Dasara, si ato goca që japin lajmet ke zjarri vetëm ta shbërthejnë ato komçat. Po ç'do zjarri. S'kam çanxher. Sa shora 12, 13, dëgjoj. Jo, ja zbërtheva, po ç'do shif? Vezë Se diti. Si se di kam Kulla qa shofin Ki më shirë për mua. Atëherë, Kristi si lojtar, Monika, për ty është i fortë, mendoj. Ti mendon ndryshe nga Dasara. Mendoj që Kristi ka si mua kumlla ka ai. Po le të ketë kumlla, le të ketë syrin e tretë të katërt. Po syrin e tretë, syrin e tretë. Jeni shumë të argumentuar. Inshallah si ka vënë syze syri i tretë valla. Por duhet të dini që strumullari i gjithë asajt është Kristi. Shkon në një cep, vjen me një dyshe, tani e ka lënë se i bëri dhe këngën Selimi, tani ka lënë Selimit. Më falës Selinit. Tani e ka nis me këtë tjetër, pra. E tumda si shkëngën? Ata këndon që këngën? Kush ka vesh muzikë? Ja, vallai. Ua, këtë këngën Si që kemi me veshën? filluan të gjithë italianët të këndonin. Jo. Ua, Gjithë Roma? Në Roma. Aty ku isha. Ore, kanë armë të knu ty ato, pa tregosh unë ty për të Bajhamën e për Selin ato. Mirë, për të shakave. Jo, unë mendoj që ai është, po se s'ka, more, ju prap, tani, themi, nuk ka njëri tjetër aty ku kaluaj Dini lojë. kush jeni, jeni komentuesit më të mirë të Bigut në Shqipëri. As nuk diskutohet, po s'ka njëri tjetër. Dua pak një analizë. S'ke tjetër tu në studi të Po tregosh s'ka, unë që të kisha nuk ka thonë njëri një tjetër. Ai po luan, ai po intrigon, ai shkon, i fut zixat të gjithëve, duke ju futur zixat. Zeza më e pe, Roma, Po ti- vetëm ai komenton një situatë 2 sekonda, ai e ka mësuar për mend vetëm atë. Po pra, ai i futi në një krevat ata të dy që ti sot po komenton. Është bo Dhe pishan gjithë si bota po qeni. komenton. Po zemra ai ka fut pa dashme se nuk i futi se. Me dashje pa dashje e futi ai. Ai E futi futi e për ndezi djallëzi. zjarri. Ai e boni për Po s'ka djallëzi. gjë, po loja djallëzi është, se tani E si shumë ta luajnë të lojën. Na dashuru Kristi. Na dashuru Kristi me kryqësitën. Ajo duhet me atë, po unë dua më shumë Monikën se që do me Redian. Absolutisht, prandaj po them. Qa do ti mo? A ishte një moment në dhomën e rrëfimit, dëgjoj. Është si puna e Mateus, Dëgjoni. Keni pak kujt. Ishte një moment në dhomën e rrëfimit që Kristi tha, disi e kam, unë tha mirën, tha e kam kështu si zardo. Po Kristi. Tani, Kristi do jenë këta për xhep atë. do jenë këta të dy finalistë të fortë. Ja, mirë nuk e shoh kaq finalizëm. Jo, Kristi po thot me Selinën. Po, patjetër. Jo, Kristi më mirën e kishte. Kristi me O Trino, a keni Kristi e ha. Po pse kush mund shkoj tjetër në finale aty? Po këto janë rrapa zdrapa. Kush shkoj? Shkoj Angelo në finale. Kush do shkoj? Angelo doli tani e përmendet. Nuk ka. Ai nuk di të ballafaqohet, nuk di ta çojë gjën deri në fund, lojën e tij deri në fund. Dhe Kristi është E qartë. strumullari për mua i gjithë. Për mua, unë shoh në fund fare Selin dhe Kristi. Këta të dy shoh finalistët. Po Angelo. Tani është falso Kristi. Është falso, mos e nuk ju pres dot në kështu. Është falso Kristi. Mos na preti larg qofsi na pret, nuk më vjen dot Ama sa nuk e hedh dot kështu tash në YouTube ka drejt. Dëgjoj, e mash në YouTube me hedhim shumë jemi shumë të transmetueshëm. Është shumë mirë kështu, mos e ndërpritën. Jo, jo fare. Ama fillova dhe ti me produksione. Është falso. Po, ja ka prerë. Dëgjoje tani se pyetja është për ty Do thonë Meridian. njerëzit, nuk ka qenë kështu filli mendimit, e keni prerë, e E keni bëj start ndryshuar. direkt, ta dish. Është falso Kristi në atë ndjesinë që ka për Krusitën. Apo bën lojë, apo ka një vërtetë gjë. Unë personalisht, meqense dua dhe unë për shkak që të jap ndonjëherë një mendim. Jepe mendimin, urdoja ku je, jepe mendimin. Por askush nuk më lë në këtë emision. Po të lë unë, si e mendon ti Ka për një shembull? feeling mes të dyve. Domethënë ka një ndjesi pozitive, por duke qenë se
Kristi është shumë diabolik, është shumë djallëzor nga natyra e tij, pra Të po luan. ashtu mendon dhe ashtu, është edhe ndjesinë që ka e përdor për lojë, sepse për lojë ka shkuta vënë jetë. në funksion të lojës, kështu që është duke përdorur atë Unë vajzën. them që Kristi nuk ka ndjesi, pikërisht është diabolik. Më kupton, domethënë, është Është një njeri ndjeshëm diabolik Kristi, që nuk ndjeshëm, është. nuk është. Jo, unë nuk e Ndërsa mendoj unë që them- është i ndërsa pandjeshëm, unë them- por unë them qëllimi i tij është loja. Ai sa ka ndjeshmëri Selina për mirën, ka dhe Kristi për kursitë. Jo, nuk ka ndjeshmëri asun, Më pëlqen. vetëm thjesht po luan. Thjesht në mendjen e Kristit është loja, strategjia. Doni që të ndroni gjakun dhe të dukeni të rinj Unë- përjetësisht. Unë Wow. e para. Të marrim gjakun Dino. Në ai, klinikën Eteris mund ta bëni këtë gjë sepse është trajtimi më revolucionar që po e bën gjithë Hollywoodi, nga J-Lo te gjithë Filmojni çik këtë. Po patjetër, Therapeutic Plasma Exchange. Merret gjaku nga një anë, kalohet në anën tjetër, filtrohet, të ndrohet gjithë gjaku dhe fringo i ri. Po bëhen një njeri tjetër unë kështu se për shembull kam gjakun e një 20 vjeçari, ndërkohë që jam 48. Ndrohen dhe Po emocionet. ti do e bësh gjitha. 18, ti kërkon Dino, te e 18. mund të shkojmë ti bëjmë në këtë Edhe dinë? emocionet, Eteris po. Clinic Day Hospital është fantastike, klikoni në linkun që keni edhe poshtë ekranit. Ore, mund të shkojmë ti bëjmë në këtë gjërat? Urdhë? Mund të shkojmë ti bëjmë ne? Pa Gjiroj që te tjetër, pjesës pa në tjetër, thot pa po, tjetër. se Të i gjitha. Gjernamin i nxjerr. Të gjitha, vetëm se nuk e dia do dali gjak, domethënë se kështu si. Mu! Ai. Ma kanë bu gjaku nuj, sidomos e deklarat e Kristit për kursitë më ka bu gjaku nuj. Iki çpu me duhet, ti si shpërthen tjerë. E mbyllim, no, jemi afër mbylljes po me një personazh që ka të shmendur bigun, Rogerti. Nëse unë s'du fare të Komentosh. flas për këtë, sepse Mirë, sa është si ngjarje edhe e ti mirë. më duken Ja. aq vulgare sado Po që problemin e Rogertit nuk e kam vetëm tek mënyra se si qaset e gjithë. Po. E kam tek ignoranca. Injo. Është tmerrsisht ignorant. Dhe ignoranca është më e rrezikshme se sa të gjithë këto gjëra që Që Ndërsa- për Kristin është diabolik, po nuk është i rrezikshëm Kristi sepse ka inteligjencë dhe ka formim dhe ka kulturë, kurse ai është i rrezikshëm sepse ai shumë gjëra nuk i di, Ço është to di pse çfarë? sepse ignoranti kur ta bën të keqen nuk është as i ndërgjegjshëm për të keqen që po të bën. Dëgjoj. A, e kuptova. Ma- Ndërsa unë do shikoj pak me sy ndryshe. Mënyra se si interpretoj dje njohjen me Selinin, në mënyrë direkte. Pra që kur pas ka hyrë, ato indicit që i ka thënë dhe unë mendoj që është shtyr nga tezja Selin, që t'i thotë Selin të largohu nga Mineri. Edhe ai ishte mundu gjatë gjithë kohës, unë mendoja se po bën një lojë, siç bëri lojën me Lorën, që i Tezja. thoshte që po se E ka sepse- thënë Rogerti. po, sepse po, e tha. bashortja Rogertit Është ishte që në shoqe. një shkollë dhe jetonin afër dhe ishte shumë shoqe tezës Selinët. Jo shumë shoqe, po ishin të Dhe ky njohura. gjithkohës i thoshte që un jam babai i filanit. Për Që të ti lënë jepte për të njohur, kuptuar, saj. domethënë sepse kishin folur dhe në kamerë me njëri tjetrin. Dhe ti du ta bësh lojën vetëm pa mirë, ti je më Skepse. fort. Dhe unë mendoj që këto janë direktiva që Selin si kanë ardhur që nga dita 2 nga familjarët e saj. Pra Selina si bie që kanë dhënë vetëm informacione gjithkohës. Pa fund, vetëm e kanë çakur Mirë, E duke. kjo kanë është e nxjerrë vërtetë nga që Selina sistemi, si si vjen, thua, po përsëri ajo për mua është E ka gjatë në shtëpi Rogerti? Rogerti është domosdoshme e Tani keqja asaj patjetër. shtëpie. unë them patjetër sepse A rrezikon Ina dhe Rogerti, më fal, Monika, në daljen e radhës e Jo kanë shtëpi. more, Qina Ina, doli. Ina E bëri ikën. dhe bukur Seli dhe Kur Selina e doli? bëri kastile. Ina iku. ikën Ina. Del do me thënë po Po se dia ka biletin, a ka? Të gjithë e thanë dhe ata, e thanë dhe banorët, të gjithë banorët. në Do me thënë javës studio, tjetër ke Delina. lezet, E pa, tha pa, Selina, del. e tha Selina, e tha shumë bukur, tha po hiç gjelën, tha me këtë rast Delina. E tha ajo, qëllimi E im që kalkuloi nga ajo. dita e parë deri sa është futur Ina është ta nxjerr. Po, Dhe po, në po, fakt, shtëpia- po të dëgjoj. linte Gretën, Dilte do Greta. t'ishte e rrezikuar. Po, Edhe po, Greta patjetër. patjetër. Më bëri të shtëpia dhe Po, Stelina, një lojtare që kemi Jo se Greta nënvlerësuar. nuk është e Një rrezikuar. lojtare se që Greta- kemi nënvlerësuar disi dhe kemi vendosur të shkëputur nga gjithë pjesa tjetër, Stelina. E kemi vendosur. Ço ta mbyllim? Po, Edhe për ky si pak. Angelo Mrom, kush mendon se e fiton Stelina? Mo E, pse? po, Dëgjoj, për aty e kuptova unë Se ç'bën ka ai dalë që jashtë, rinte e kuptova se ka brenda. dalë Dëgjoj, jashtë. Stelina është bërë tim miri dhe po Tim kryen mirë, sa dëgjoj koalicione, mua. domethënë. Bigu historikisht Se ka shtima treguar ajo, që kush afrohet afër një lojtari të fortë, Deli Deli jashtë. Kush e jashtë. fiton Tim, Big Brother? Se? tim është një po, gjë, tim. tim është një gjë sepse afër është Dëgjoj, dhe pash dje- Selina. pash dje Por një ajo video. është vendosur Është si lider, Selina ushtar. është lider, e, jo, pra, pash dje një Nuk video. ka tipare, Selina nuk ka është lider. tipare luftarake Nuk Selina. ka lidhje si me Stelina. Dëgjoj, pas dhe një video të Stelinës me Mirin. Ishte shumë afrimitet dhe ishte shumë një marrëdhënie e re e konsoliduar që po Një Po që sepse jashtë ato janë do njohura ta që ketë. dakor, jashtë. pra po zhvillonin shumë brenda. Okej, se
Po më shikoni me 6 sy shumë të çuditshëm. Po 6 kemi në dyno. Tani. Dua ta mbyll me një pyetje që Ekzistenciale besoj. Me një pyetje të bukur. Më kuriozon shumë. Në këtë pikë të lojës, kush është fitues për ju? Unë e kam thënë, Selim. Selin. Seno. Të seno, po i bashkojnë me grunë.